Mos qaj. Unë qaj. O shpirti, o dritë, kavalli për ty, kavalli për jera tënde. Kësa e për kur je për... O shpirti, mami, o dritë, o jetë. Që unë me ta ka nuk pra pikë. O dritë, si ja? Shkolla si shkon? Mirë. Shdo një ke emocion shmirë të zemër, o dritë. Si janë qitë? Mami është, nona është mirë? Po. Ka shkuar, ka bërë gjithë për atë, spital gjitha? Ka bërë gjitha. Okej, Daja Berti, Vanessa, Angel, të Tabona, të Zelela. Këtër janë mirë. E Dion, ti, të të pësë një gjëtë e veshje? Okej, mirë. Duam ta dim edhe ne. E tregojmë. Ta tregojmë? Jo. Tregojeni. Ta tregojmë? Duam ta dim. Mirë, Ana nuk ka problem se e pyesi mamin kur ti kësh ti. Mirë mbrama, Ana, mirë se erdhe. Mama. Si shko shkolla? Mirë, ke lënë ndonjë orë, apo? Jo, asnjë. Jo, asnjë? Për zotin. Ana, Si e? Këtu. Ana, këtu te kamera. neve jemi mirë, po ti si e tani që takove mamin? Mirë, më mirë. Je më mirë, t'ka munguar shumë? Pa. Na emocionuat, na bët për qarë. Jo, emocioni. Ana. Po Ana. Klodi është gjithkohës me ju? Po, Okej, janë mirë gjitha, ma. Ana, kjo Po. është... A është kjo hera e parë që ti qëndron kaq larg mamit për kaq kohë gjatë? Po. Si e ke përjetuar? Ishte e vështirë fillim, po tani jemi mësuar, po më ka marrë shumë malli për mamin, më falni. Mos kërko falje fare, moj. Ka marrë malli për mamin sigurisht dhe je emocionuar. O, Por ti ke Ana, një nuk më avantazh. intereson fare! Si më thua, amor? Jo. Bëje, të lutem, bëje. Jonida, Ana mua nuk më puth, vetëm më merë erë edhe më thot, mau. Jo, Mos lëm nam, jo, nuk lëm nam, Ana. Shpreja e saj e dashurisë. Shpirë të dritë. Gjithsesi, Ana, ti ke patur avantazhin që e ke parë mamin 24 orë në 7 ditë të javës. Po, ajo ka Kurse qenë shumë mamis mirë. të ka parë ty. Imagjino se sa e mallëngjyer dhe sa e ka marrë malli për ty. Po, unë jam e njerëz që kujdesen për mua edhe mami di që unë jam shumë mirë. E dim. Kushtë ka bërë kajtë bukur mi? Ela dhe Angeli. Ela dhe Angeli, o vdek. O, Jonida, të luta, mund t'ju kërkoj një nder? Na e thuaj një herë. Elionën, a mund t'a marrë këtu t'a takoj Ana, se kam folur shumë edhe Eliona ma kujton. Anën gjithmonë. Nuk besoj që kjo është e mundur, Hygert. Më vjen keq. Më vjen shumë S'ka keq. që do takojme mbrapa. More dy surprizat më të bukura që mund të merje. E vërtet. Strykte, mami. Qetëso. Gjithë në rregull. Para, dëgjo, kam një pyetje për Anën, para se të çmalleni të merrni atë dozën që ta keni të dyja për këtë periudhë që prapë do të rini të ndara. Ana, përpos që mami të është dukur pa diskutim shumë mirë, a keni një kritik të voçkull për t'i bërë për shembull diçka që nuk të ka pëlqyer? Jo, mami është shumë mirë. Unë jam shumë e lumtur me lojën që bën ajo edhe është shumë mirë. Nuk kam bërë asnjë gabim? Ha, më Jo. thuaj, tregot vërtetën, ha. Ha, çka kam bërë? E vetmi gabim... E lëshoj qikë më shumë flokë. Lëshoj qikë më shumë. Po ti di që u këshu i këpaj gjithmonë. Nuk e kuko me plokë lëshuar. Po mua më pëlqen me pisht. Bëj një indroj. Mirë, do t'i ndroj. Vetëm këtë gabim kam bërë. E po mirë. Mirë, ka ardhur koha që të përshëndeteni. Mos u mërzi. Të rjeqe? Po. Çdo gjë mirë? Po, ti mos u mërzit, luaj sa më fort. Okej.
Vetëm Hygerta, më premtoj që çdo gjë do jetë mirë, okay? Po, gjithë mirë. Po Jonida. më fal që duhet ta ndërpres të moment. Okay. Ndihem shumë keq, por duhet. Përqafoj edhe një herë shumë fort Anën dhe Ma Ana dhe një duhet të rrugë. shkojë për tek lavanderia, por do ta lësh tek dera dhe do kthehesh. Ajo do ta hapi vet. Ndërsa ti ktheu Me kujdes çdo sërish gjë, në sallon. Të lutem. Të rriheqet? Po, luaj fort. Okej, mirë, do luaj fort. Tani do luaj fort. Hajde dhe një. Jam Shpirt, mami të jetë, mami të dritë. Na ti duar. Edhe u që... ja dalë. Okej, ti ju. Eja Hygerta, ktheu.